Kanë arritur në 3.3 miliard lek primet e shkruara bruto nga sigurimi i detyrueshëm motorik. Të dhënat nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se të ardhurat e kompanive të sigurimit nga primet e sigurimit motorik u rritën me 12% në tremujorin e parë 2025, përsa i përket produktit MTPL e brendshme, i cili referohet sigurimit të mjetit motorik për përgjegjësi ndaj palëve të treta në rastet kur i siguruari përfshihet në një aksident dhe është përgjegjës për dëme materiale, pasurore apo shëndetësore. Në periudhën janar-mars 2025 ka pasur një rritje prej 12.94% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 6.17% krahasuar me janar-mars 2024. Nga ana tjetër, sigurimi me karton jeshil për të gjitha automjetet e regjistruara në Shqipëri, të cilat udhëtojnë jashtë vendit, në 3 muaj ka pasur një rritje me 9.23% të vëllimit të primeve të shkruara bruto, duke quar vlerën totale në 464 milion lek. Kjo u shoqërua nga një rritje numri të kontratave prej 19.7%, llogaritur me janar-mars 2024. Nga një shkurti i këtij viti, të gjithë makinat që udhëtojnë drejt malit të Zi përfituan një zbritje të çmimit të sigurimit për karton jeshil, ndërsa nga 1 prilli nisi të zbatohej edhe për Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë sigurimi kufitar për automjetet me targa të huaja që qarkullojnë brenda territorit të Shqipërisë ka vijuar të pësojë ulje në fund të tremujorit. Kështu vëllimi i primeve të shkruara bruto pësoi një rritje me 0.51%, krahasuar me 3 muajt e parë të 2024-s, por numri i kontratave të reja të lidhura u ul me 1.1%. Nga ky vit ka nisur edhe zbatimi i skemës së re të sigurimit të makinave, e cila parashikon që primi i sigurimit për një automjet të llogaritet mbi bazën e historikut të dëmeve, përfshirë edhe rastet kur shkaktari i aksidentit nuk është i shënuar në policën e sigurimit, fuqisë motorike, moshës së të siguruarit, eksperiencës në drejtimin e mjetit motorik, vjetërsinë dhe qarkun e regjistrimit të mjetit, por edhe nëse automjeti përdoret nga subjekt apo individ.